janë 224.628 zgjedhës të cilët e kanë marrë dokumentacionin zgjedhor pra fletën e votimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë 144.783 deri më sot, të cilët e kanë dorëzuar fletën e votimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Rreth 21.000 zarfa, prej tyre dhe më vjen mirë që të pyete se ka nevojë për një sqarim këtu. Janë zarfe të cilët nuk janë shpërndarë akoma. Domethënë DL nuk ka mundur t'i shpërndajë akoma. Domethënë o janë në zyrat e tyre, o janë në proces, janë në zyrat e DL-s. Prej tyre 11.000 janë për shkak të problematikave të lidhura me adresën, pra pasaktësi në adresë, pasaktësi në emailin e kontaktit dhe pasaktësi në numrin e telefonit. Pra shërbimi i DL-s ka 11.000 votues nuk kam mundur t'i gjej, nuk kam mundur t'i kontaktoj. Dhe do të thotë që këto 11.000 zarfa janë në zyrat e tyre. Për këta 11.000 të cilët ne e kemi pak a shumë informacionin. Për këtë arsye, përpara disa ditësh, ju kemi bërë thirrje votuesve që ata të cilët janë regjistruar, pra çdo njëri prej atyre 245.935 të cilët nuk e kanë marrë fletën e votimit, të interesohen pranë shërbimit të DL-s të vendit përkatës për t'i thënë që unë jam regjistruar, por s'kam marrë as mesazh telefonik, as mesazh nëpërmjet emailit në lidhje me zarfin e fletës votimit.